Do të demonstrojmë njënën për teknikat që përdoret për hapjen e veturave dhe njëkohësisht edhe për vjedhjen, MNK Replay Attack, e cila e simulon përsëritjen e sinjalit që çon digitroni te kirri. Po mundë me hap veturën, vetura funksionale, mundë me mbyll, edhe tash shohim që vetura është e mbyllur. Tash mundë me pa që vetura është e mbyllur, asnjëna prej dereve nuk hapet, edhe me po për koreksit për la qelsin këtu që me demonstru hapjen. Na paraprakisht me këtë pajisje e kemi marrë sinjalin, edhe tash ka mundu me me dërgu sinjalin të vetura, edhe e njët nashta vetë edhe zhunën, po e pas edhe vetë që vetura hap. Vetura vjedhën dy forma, përgjithësi. Është pjesa kur në mënyrë fizike hapet dera dhezet vetura duke përdorur mjete të forta apo forma ndryshme dhe duke përdorur teknologjinë e veturës. Janë dy teknika që përdoren për hapjen e derave dhe ndezjen e vetura. E para është teknika që njihet Replay Attack. Replay Attack është teknikë që sinjalin që e çon digitroni te kirri mujmë me kap ose me gjuhën angleze me intercept me një pajisje si kjo. Sinjalin që ky e dërgon, ky e kap. Dhe pastaj, e njëjta pajisje mund me dërgu sinjalin e njëjtë te vetura dhe hap veturën. Kjo teknikë përdoret vetëm për disa vetura që kanë jo siguri shumë lartë. Teknika e dytë, e cila përdoret për hapjen e veturave, njihet sikur Relay Attack. Një shumica veturave të reja kanë këtë lloj digitroni, e cilin në mënyrë konstante çon valë të tipit NFC ose radio dhe momentin që afrohet te vetura hapet. Njëjtë nëse prekun butonin start, ajo dhe mund të dhezet. Çka ndodh te sulmi Relay Attack? Përdoren dy antena. Njëna antenë afrohet sa më afër digitronit, në mënyrë që mi marr valë për digitronit. Tjetra antenë afrohet sa më afër veturës dhe dy antena çojnë sinjal te njëra tjetrën. Në një farë mënyrë kjo vetura, kjo digitroni, antena simulon afrimin e digitronit te vetura. Dhe në këtë formë hapet vetura edhe mund të ndezet dhe kështu mund të vjedhet një veturë. Janë disa mënyra për më mbrojtë ndaj lloj këtyre sulmeve. Nëse keni veturën shumë vjetër, edhe nuk përkrah diçka që quhet te sinjalet sikur rolling code, që çdo herë çon një sinjal ndryshëm te vetura, atëherë s'ki çka bën. Kështu që mbrojtja do ishte nëse me përdor një sistem të hapjes të veturës që ka rolling code, ku sinjali çdo herë është i ndryshëm, ku edhe nëse e kapi një sinjal, ato mundën me përdorur vetëm një herë dhe nuk mundën me përsërit me ta hap veturën disa herë. Te teknika e sulmit ndaj Relay Attack është një teknikë është me bë disable, hapjen me keyless ose me këto, ose një teknikë që është pak më e rëndë implementueshme për arsye që humb funksionalitetin, është që digitronin me përdor çanta ose koleta e cila është e mbështjellur me material ferromagnetik, sikur alumini ose siliku, ndoshta keni pa ato koletat ku vendosin kartelat për mos. Në këtë formë ai krijon një kafaz Faradayit, i cili nuk lejon valët e digitronit me dal jashtë hapësirës, edhe kështu nuk mund me t'i marrë dikush për me t'i ofruar afër veturës. Shënjestër.net